Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e premte 24 tetor 2025. Dashi. Lodhje dhe pak stres, mos u bëni shumë në punë, mos e teproni. Mos ekspozoni shumë me para. Demi. Sot do të shqetësoheni më shumë për çështjet që lidhen me punën. Planifikoni me shumë kujdes të gjitha situatat që keni ndërmend të jetoni, disa dyshime me shenjën e binjakëve. Kontrolloni më shumë shpenzimet tuaja. Binjakët. Situata që ju keni pjekur në të kaluarën dhe që nuk jeni përballur kurrë, tani rishfaqen në të gjithë fuqinë e tyre. Nuk është e lehtë të jetosh në paqe vetëm sepse ka gjithmonë një vrull në punë ose në familje. Gaforia. Në anën e trupit jeni mirë, duhet të përpiqeni të shkurtoni kohën dhe të zgjidhni një çështje të rëndësishme të punës. Rrezikoni të thoni gjëra që nuk I mendoni, merrni gjithçka me një mendim. Luani. Një pasion mund të lindë për një njeri që e shihni vetëm kalimthi, për shembull në vendin e punës ose për njohjet tuaja të rastit. Do të keni avantazhe për shumë arsye. Virgjëresha. Ditë në rritje. Perspektiva më të mira për të ardhmen. Peshorja. Është një ditë me interes siç do të jenë javët e ardhshme. Edhe në rast të një krize do të jetë e mundur të prerë tepër. Dashuria është më mirë. Akrepi. Shmangni diskutimet në familje, mendoni me kujdes se si të shpenzoni para, shumë para kohët e fundit kanë dalë. Sonte do të ndjeheni të tensionuar, në dashuri ka pasur polemika ose një largësi që tani duhet të kalohet. Shigjetari. Ju mund të merrni një raundin e duar trokitjeve. Ju përballeni me një ndryshim të madh të punës, promovim në fushë ose provime të mbartura. Britsjapi. Këtu është një ditë e mirë. Prej disa kohësh tani keni kërkuar diçka të re dhe do ta merrni. Ujori. Sot një konfuzion I vogël mbretëron suprem. Kritikat e tepërta ju dëmtojnë edhe juve dhe të tjerëve, mos jini gjithmonë kundër gjithçkaje dhe të gjithëve. Peshqit. Ndiheni shumë më mirë, më të fortë dhe të gatshëm për të zhvilluar strategji fituese në javët e ardhshme. Mund të jetë koha e duhur për të bërë plane afatgjata që mund të ndikojnë edhe në çift. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.